Shumë e rëndë është. Okej. Mbi 60.000 faqe është zyrtare në linkun e gjykatës speciale në Hagë. Mbi 63.000-4.000 faqe janë të marrë nga shërbimi sekret serb, është publik, do të thotë është informacion publik. E tash paramendon në bazë çkafi gjykohen liderët e UÇK-s. Sipas ju, zoti Huskaj, si e parashikoni procesin, si do jetë vendimi, sepse kemi një moment që dëshmia e James Rubin duket sikur e ktheu përmbys gjithë atë po themi që ishte kanalizuar që ata dënoheshin, po ajo dëshmi unë them që është një pikthesë. Tani pritshmëritë si janë, si e ke dëshmia James Rubin është vërtet që kthej, po unë mendoj që e kthej në opinion publik, se gjykata edhe para dëshmisë James Rubin s'ka ku të bazohet që ta finalizon me dënim. Ne kemi informacione, kontakte zyrtare përmes listë qendrore që